rurale, ku ka problematika serioze për këtë punë, dhe pa diskutim problematike janë edhe situata të ndryshme në territorin e Tiranës me të prekurit nga tërmeti, apo të tjerë të cilët kanë pretendime që lidhen me regjistrimin si të tillë, apo kanë tjerë që kërkojnë financime të reja, që nga kombinati deri tek 5 maj. Bashkia për hir të vërtetës duhet ta them këtë se do të ishte pa drejt që të mos a thosha në drejtimin e kryetares në detyrë edhe të grupit të zgjedhurishtas së fundmit të nën kryetarëve të rinj ka bërë gjithçka që ka mundur në kushtet e vështira në të cilat operon, por nga ana tjetër nevoja për të legjitimuar udhëheqjen e bashkisë në votën e popullit është çdo ditë dhe më urgjente. Dhe mjafton të shohësh situatën dramatike me prokurimet publike që janë në nivelin më të ulët historik për të kuptuar që aty ka nevojë për pikërisht legjitimitet demokratik dhe për motivim të njerëzve. Apo mjafton të shohësh rënien dramatike të realizimit të investimeve për të kuptuar që nevoja për legjitimitet demokratik është e jashtëzakonshme në këtë fazë dhe nuk mundet të pres më gjatë. Kështu që kjo shtuar pastaj edhe domosdoshmërisë për një proces katarsisi burimor në kuptimin e vetpastrimit të Bashkisë Tiranës, ashtu siç bëm dhe po bëjmë në bashkitë e tjera, që Tirana e ka po aq nevojshme, kërkon legjitimimin e udhëheqjes së re të Bashkisë Tiranës, në mënyrë që mos kemi më situata ku hapësirat publike rezultojnë të zëna nga punonjës apo nga drejtues të njësive vendore, që është një gjë e tmerrshme dhe të cilën ne praktikisht do të adresojmë në ligjin e ri, në paketën e re që do kalojmë në qeveri, që sjell edhe ndëshkimin e rënd penal për të gjithë ata që paguajnë nga taksat e qytetarëve dhe që shkelin ligjin. U bë një llomotitje e madhe nga ata që siç thash ju ka rënë diella në kokë edhe duhet të presim gjatë sa ta marrin veten, po kur t'jen duke marrë veten do duhet përballojnë fëmijët e diellës, të cilët e përgojuan me shpotin karakteristike të delirantit provincial, shkarkimin që Ministria e Brendshme i bëri zëvendësit për tymosjen e cigares në një lokal të mbyllur. Dhe të mos e përshëndesësh këtë akt dhe të mos kërkosh që ky akt të jetë norma, të jetë parimi i palëkundur i atyre që qeverisin, por të bësh hajgare me këtë, do të thotë që të jesh një bisht cigareje i mbetur më kot në takatuken e jetës demokratike, që askush nuk ka ndërmend ta ndezë më, por dhe askujt nuk i shkon mendja se duhet quar për riciklim, se është edhe një lloj cigareje pa riciklueshme. Kështu që thënë gjitha këto, unë edhe herë dua të besoj që të gjithë deputetët, ata që janë aktual, ata që
ishin dhe për mua mbeten pjesë e skuadrës tonë të 11 majit, por dhe të gjitha ata të tjerët të cilët banojnë në Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se janë deputet në qargje tjera siç janë prezident lista këtu, do të mobilizohen që të përfshihen drejt për drejt duke marrë pjesën e tyre të përgjegjësisë mbi shpatulla sipas territoreve, sipas zonave, sipas njohjeve që kanë. Dhe sigurisht që duke mos pas asnjë dyshim për këtë, nuk kam po ashtu asnjë dyshim që patronazhistët mezi po presin që të hakmerren ndaj përqeshjeve të radhës me një reagim të duhur të radhës, i cili do të pasqyrohet në rezultatin e ditës së zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës, kur ato të mbahen sipas procedurave, se nuk jemi ne që vendosim ditën e zgjedhjeve. Po flas për Tiranën, se pastaj për Matin apo për Vlorën apo për Beratin apo për nuk e di akoma se çfarë ka tjetër, besoj që goditja e patronazhistëve të atjeshëm do jetë edhe më dëshpëruese se sa ajo e Tiranës, ku sidoqoftë. Prap se prap do të zhvillohet një garë, siç do zhvillohet kudo, sepse në fundit ne për këtë punë jemi këtu që të fitojmë çdo garë që na del përpara me qetësinë më të madhe dhe patjetër me bindjen se pavarësisht se ne jemi fitimtar pikërisht sepse vazhdojmë të zgjojmë më herët dhe të flem më vonë se sa humsit. Shumë faleminderit. Tani të themi dy fjalë për organizimin pa